ju morët Partitë e Reja morën 150.000 vota. 150.000 vota, ti përkthesh në deputetë janë 15. 130 vërësisht. Po pra, 150 keni marrë. Po të i do futës e Luzin Bashën aty. Po jo, po se disa më kanë thënë këtu mua, jo, disa më kanë thënë që kemi votën, ka që i zonë pa vetë. Okej, mirë. Se cili thonë votën 1 milion vota, po. Mirë, mirë, tani, të marrin parasysh që na thonë. Tani, 150, janë 130, 13. Po mirë, dakord. Dhe nga këta 13 ju morët 4. Si operoni ju tani zotri për të çmontuar këtë sistem? Se këto dy partitë mëdha nuk e çmontojnë të sistem. Arlin Qori. Nuk e çmontojnë, mo kështu do ta mbajnë. E kanë bërë që në 2008 dhe e kanë fortifikuar. Çfarë do bëni ju që ti merrni 13 deputetët? Pra ato 13 deputet si nxorë 13 deputet? Duke ndryshuar dhe sistemin zgjedhor, pra thua proporcional, kombëtar, me prag tullë. Nuk ka rëndësi, Për mua unë nuk jam autosistemesh dhe ekspert. Unë jam njeri që bëj llogaritë të thjeshta. Populli shqiptar ka hedhur 130.000 vota për ju dhe ju nuk e keni marrë deputetët. Kaq po them unë. Si i merrni ju në tjetër? S'do me thënë që mund t'ishte majoritari pas... S'meri mas 1-0. S'është punë sistemi kjo, ti ke ngulitur që është punë sistemi. Nuk është problemi pra që edhe pjesa më e madhe diskutimi këtu shkon te sistemi zgjedhor. Në vend shkoj tek baza e pushtetit Rama. Ma është për dy partitë mëdha, jo për gjithë. Nëse ju merrni si doni më s'është sistemi, dakord, Bushati kështu mendon. Po është sistemi ekonomik, është sistemi politik dhe pastaj vjen sistemi zgjedhor. Të gjitha sistemet, njëri prej tyre është ky, që e kanë bërë këta, që në vitin 2008. Është një sistem kë. Megjithatë puna juaj. Tani, përpara zgjedhjeve ju refuzuat bashkimin me forcat e tjera. Edhe ky për mua është një problem. Ju i mund të jeni krejt ndryshe dhe jeni krejt ndryshe. Arlin Qori nuk ka lidhje me 4 të tjerët. Por Arlin Qori mund kishte lidhje me 4 të tjerët për të bashkuar o zotri. Për çfarë bënim? Dilni për peshk? Jo, ja, për shembull, unë që për të marrë votat. Unë që ja kam dhënë votën në Arlindit, nuk do e votoja po t'ishte me gjithë. Po mbaj me shëndet e çove për lesh. Votën. Mbasi arritëm një deputet pikërisht për këtë arsye. Pikërisht për këtë arsye. Sepse ishim konseguent, sepse i qëndruan parime morale, sepse kemi kapitalin moral. Njeriu e interpreton si dojmë, edhe në këtë. Jo, dakord, po një deputet. Bashkimi mekanik nuk është. Okej, po çfarë? Okej, pra, po çfarë bën ti? Që vjen në studio televizive, i flet 20.000 veta, një deputet 0 aleat. Çfarë bën ti 4 vjetë? Deputet 0 aleat? Po, s'ke aleat, pra. Ti thus. S'ke aleat. Po aleat me këtë tani. Po, aleat me partitë. Jo, më punë. Jo, pra, po flisim forcat e reja që hynë në lojën politike në Shqipëri. Ti tash do jesh 4 vjet në parlament, do kërkosh të bësh gjithë gjërat që kanë mendje, edhe si parti dhe si lëvizje, një deputet dhe asnjë aleat. Po edhe 3, edhe 13, edhe 15. Jo, 3, 13, 15 nuk e ke. Ama kur je zëri i vërtetës në atë parlament. Po pra, po zëri i vërtetës përgatitur. 1 minutë ditën e njëjtë. Pa 1 minutë. Po 1 minutë. Momenti që përdoret në më cilësore të mbushme. Kjo është retorikë. Patjetër që sjell ndikim shumë të madh te qytetarët. Tash ne këtu kemi pa parlamentin 30 vite. Ne e dimë çfarë do të thonë 1 minutë në parlament, dhe çfarë do të thonë shumë më tepër minuta dhe shumë më tepër deputet, e shumë më tepër mundësi. Që ka një kontradikt kjo, do të thënë cilësor, kur vjen nga përfaqësuesi i partie që ka reputacion të madh moral në shoqëri. Po është zë nga fundi sallës 1 minutë, në 1 minutë. Kryet kuvendit aty, te foltoria. Po nuk do e kesh atë mundësi. Po edhe po patë 3, edhe po patë 5, do jenë 5 minuta. Nuk është çështje minutash, kjo është çështje cilësie. Politika është çështje cilësie, është çështje reputacioni moral dhe politik që ka një forcë. Dhe ne nuk mund ta përlyejmë veten me shpresën se mos kush e di duke u përlyer e nxjerrim gjysmë deputeti më shumë. Ne kemi hyrë në politik për të çuar përpara disa kauza me ndershmëri maksimale. Dhe qoftë se shohim që spektrin politik shqiptar ka vetëm partitë komprometuara, ka partitë që financohen nga dreqi dhe i biri, ka partitë që akuzojnë njëra tjetrin gjithë ditën për palaçollëqe dhe pastaj i shtrin dorën njëra tjetrit. Ne këtu distancohemi. Që bën ti është utopi gjitha. Nuk është utopi, jo. Është politikë konsekvente dhe ndershmëri. Ja po të marr një rast konkret. Sepse ju më thoni mua pse s'u bashku me partitë e reja. Cilat parti? Partia e Agron Sheja dhe Adriatik Lapaj. Dhe unë po marr raportin midis tyre dyve, po heq veten më njan. Agron Sheja i ka thënë Adriatik Lapajt që ti o zotri financohesh nga krimi organizuar. Adriatik Lapaj është përgjigje Agron Sheja, ti e bër deputet se e ke bler mandatin. Tani këta njerëz po pra, dhe kjo ndodhe, denigrojnë njëri tjetrin. Kjo pse ndodhe? Por mbase po thon të vërtetën të dy për zotri. Mbase po thon të vërtetën, s'duan ne me ata. Ose po gënjejnë të dy, dhe janë të pacip që gënjejnë në këtë mënyrë për njëri tjetrin, ose të dy thon të vërtetën. Sepse të dy po kërkonin vota në treg. Kishin dalë kërkonin vota dhe normal i kanë gjithë kundërshtar. Apo është normal të fshesh vërtetën. Ti ke ti të gjithë kundërshtar.
është ndryshe kur janë 3 bashk dhe kërkojnë... Po mirë, atë që unë e di që dikush, ky partneri im, është bashkëpunëtori i krimit organizuar, për tirë të aleancës do mbyll gojën, në gjëra qofse janë të vërteta duhen thënë. Qofse nuk janë të vërteta duhet mbyllur goja dhe nuk mund të përdoret gënjeshtra si instrument politik. Unë nuk kam akuzuar askënd drejt për drejt duke i thënë ti e kriminale, ti ashtu. Maksimumi kam bërë pyetje. Qofse këta akuzojnë njëri tjetrin për vepra penale, atëherë duhet dalin para qytetarëve dhe t'japin llogari, ose madje edhe para institucioneve të drejtësisë. Po ç'duam ne me ata? Ore ç'duam ne me një parti që i thot tjetrës, ti financohesh nga krimi organizuar dhe kjo tjetër e kundërpërgjigjesh, ti e ke bler mandatin e deputetit. Ç'duam ne me këta? Këto ose zgjidhen atje te drejtësia ose i arrin te retorika politike. Por në fund të ditës është retorik politike. Në fund të ditës fjala ti duhet gjitje, sigurie të një pull, edhe ti por e kështu i bie që me këtë ritëm, një gjë është me këtë ritëm, o zotëri, me këtë ritëm që ti të marrësh një deputet, me këtë ritëm, do thotë që ti të vish në pushtet pas 40 vjetësh më sot. Dhe kështu funksionojë më mirë si shoqatë se sa si parti. Në politik koha është e zhvazhdueshme, pa nuk është homogjene, është heterogjene. Është heterogjene, ashpërsohet kontradiktat midis shoqërisë. Fjalët ti i gjen më bukur. Që më bukur se ti gjen ti fjalët. Unë jam them unë shkreti tani. E kam çik profesion. I gjen këtë pedagog vjen këtu. Mi thua dhe mua, po kjo nuk do thotë që fitove me mua dhe pastaj. Atë që është kohë efektive. Po nuk është pra sepse të shikojmë çik më larg. Ore si e kupton ti baton tani se po të tregon dhe kamera që përshikon telefonin. Si e kupton ti tani këtë thot ky? Nuk është mbi fuqi. Se ky nuk është realitet që ndodh. Si ndryshon realiteti. Po kështu teori bëjmë gjithë ditën. Duke njerëzit për të vërtetën, duke u dhënë guxim njerëzve, duke thënë njerëzve që ai gogoli që përdorën gjatë fushatës nuk ekziston më politikisht. Por ai mori 53% vota dhe ti thu gogoli s'ekziston. Kisha fjale për gogolin rival të këtij gogolit që kemi në pushtet. I ka fajin gjithmonë. Nuk e ka fajin ai, po them, Edi Rama ja ka dalë të marrë një pjesë të votave partinë e vet, duke luajtur me idenë e vjetër që Sali Berish gogoli do na vinë pushtet. Tashmë gogoli është i çarmatosur, nuk e përdor dot më. Edi Rama mbas një muaji, mbas një viti, mbas 2 vjetësh, më idenë e gogolit se nuk e beson më njëri, këtë duhet të them. Si se beson njëri? Po nuk e beson më njëri, më sot PD-ja është 20% poshtë. Edhe këtë besoj Arlind që e ke pak të fryrë. Pse? Edi Rama nuk i ka fituar votat se i bëri shqiptarët besojnë që Berisha është gogoli. Një pjesë. Po, një pjesë. Po t'i kthehemi pak historisë, të njëjtën teori me gogol e luajti dhe Nano në 2005. Dhe në ka pjesë të errët të zezë, Sali Berisha është 97. Dhe Nano këtë luajti, nëna të Shami Zeza do ju kthehet ky që do ju vrasi djemtë e tjerë e tjerë. Por Nano vërtet e luajti këtë, por nuk kishte aparatin mediatiko represiv kriminal që ka Rama sot. E ka luajtur... E kishte dhe partinë e përçarë, se ta themi që LSI-ja doli aso kohë. Po edhe fakti që LSI-ja doli, tregoj që nuk kishte një regjim që vendoste njeri për gjithë shka. Pra janë këto që kanë vendosur rezultatin e zgjedhjeve, dhe jo Gogoli Berisha. Sepse Gogoli Berisha, po, ka njerëz që, unë kam njerëz në shtëpinë time që kurrë votojnë se është Berisha ndej. Po, ka nga këta, por nuk e vendosi kjo, e vendosi tjetër... Ka shumë faktor, pra një nga faktorës dhe pa tjetër që jam dakord me faktorët e tjerë. Shumë i vogël se ky faktor thash, në 2005-ën ky faktor është vlerësuar. Dhe atëherë gogollëku i Berishës ishte më afër për memorien kolektive. Kështu që unë nuk besoj se është kjo, këto zgjedhje i kanë vendosur fakti që nuk kishte zgjedhje.